Mos harroni që jeta është një udhtim i gjatë apo i shkurtër për çdo njeri nga ne i ndryshëm. Jeta është si trenat që fillojnë një udhtim dhe disa persona fillojnë nga A-ja, siç jemi këtu, dhe shkojnë drejt një drejtimi B. Në gjithë të rrugtim, shumë njerëz mund të hypin në stacione të ndryshme, por shumë njerëz dhe mund të zbresin. Kjo do të thotë që ti mund të kesh patur shumë njerëz deri tani afër teje, shumë të janë larguar, por mos harro që dhe njerëz të tjerë do të hypin në stacione të tjera. Lejoje ndryshimin, lejoje veten të shkoj përpara me siguri, vetëm te vetja jote. Asnjë tjetër përveç teje nuk do të japi ty sigurinë që kërkon. Prandaj, sot filloj mjaft të mbar, fillo të bësh një ushtrim me veten tënde. Unë merita të thuaj emrin tënd, lejoj veten time të bëj ndryshimin që është i përshtatshëm për mua, të lejoj veten time të krijoj siguri, lumturi, dashuri, atë që çfarë dëshiron, dhe ta gjej fjalën me veten time, mos pres nga të tjerët. Të tjerët janë ata që hyjnë edhe dalin nga jeta ime, dhe unë thjesht i shikoj, i vështroj dhe marr mësimin nga ata. Dhe bëra këtë video nga Franca për të gjithë ju të stacioni 3, ne jemi të gatshëm për të ikur me grupin në Strasburg, vetëm që të shikosh që jeta është një udhtim dhe lejoje veten të udhtosh në këtë udhtim të bukur të jetës, por mos harro asnjëherë të shikosh kush është misioni jot i jetës. Dhe gjëja më e madhe që mund të bësh është të bësh analizën e shpirtit me ditën e ditëlindjes të artës, siç e kam thënë, që të shikosh pse ke ardhur në këtë jetë, kush është mësimi jot, dhe në të njëjtën kohë të shikosh me çfarë misioni ka ardhur shpirti. Unë mund të të ndihmoj duke dërguar ditën e ditëlindjes në numrin 0030 699 321 46 37. Kur bëhet analiza, bëhet dhe analiza në 21 fusha të tjera. Prandaj ju këshilloj, nëse s'keni bërë asgjë deri tani me veten tuaj, filloni nga analiza e artës të evolucionit të shpirtit. Fillo të shikosh kush është udhëtimi jot i kësaj jete. Ju uroj një ditë të mbar, një javë të mbar, dhe lejoje veten të jesh vetja jote.